Pas një gjëje të mirë, gjithmonë qohet pluhën. Besoj se e dini për kë e kam fjalën. Është ajo e cila shumë shpejt pushtoi zemrat e secilit, në Kosovë, në Shqipëri, Angli, Amerike të tjerë. Rita Ora po ec me hapa shumë të shpejt. Pas përfundimit të 3 këngëve të saj shumë të suksesshme, ajo po vazhdon tutje me turne, koncerte e gjithashtu shumë shpejt pret t'i del edhe albumi i saj i parë. Së fundmi, ne e takuam në një koncert në Zürich të Zvicrës, pikërisht në diskotekën Rinora 4. Për mos të zgjatur më shumë, e shohim në vazhdim atmosferën dhe intervistën me Rita Orën. Hi, jom Rita Ora për emisionin Privé. Kom ditë që shqiptarë jonë shumë passionate. Ka qenë my dream since I was a baby. Kom kajt. Zbulimi këtij viti në botën e muzikës, padyshim ban emrin Rita Ora. Është kjo vajza e cila po bën krenar gjithë shqiptarët në mbar botën për talentin e saj në muzikë, si dhe sukseset e njëpasnjëshme në këtë sferë, ku konkurenca është shumë e madhe. Këngëtarja kosovare e rritur në Londër të Anglisë po qarkullon në shtyp me lajme që vijnë nga top listat muzikore, se ajo po kryeson çdo javë top listat më të famshme në botë. Të mos harrojmë se është në vend të parë në Britani, një nga hit paradat më decisive dhe më me influencë në botën e muzikore. Muzika e saj tashmë po paraqitet para një publiku të gjerë, pasi Rita Ora është ftuar nga grupi britanik Coldplay që të performojë në koncertet e tyre që tashmë po zhvillojnë në shumë shtete të botës. Data 26 maj ishte rezervuar për koncertin e tyre të mbahej në Zürich të Zvicrës. Dhe jo vetëm kaq, shqiptarët e diasporës nuk e lëshuan yllin shqiptarë britanik. Rita Ora po pritej të vazhdonte edhe për një performancë tjetër. Në fakt, për mijëra shqiptarë të Zvicrës, të rinj e të reja, të shtunë mbrëma, të gjitha rrugët po shpjenin në Rinora 4. Rita më pëlqen shumë, edhe më pëlqen se ka stilin e vetë edhe është shumë i mirë. Rita më pëlqen vetë se o kosovare. Gjitha, bukuria saj dhe si fol shqip. Diskoteka kishte filluar të mbushej si asnjëherë më parë. Muzika ritmike po pëlqehej, DJ po mbante në nivel disponimin e mysafirëve. Privé iku nga kjo atmosferë për të rikthyer sërish, ndërsa prapaskena ishte ajo që na shpiu për të pritur këngëtarën Rita Ora. Por para se ajo të mbrinte, ne ikëm në dhomën ku tashmë ishte rezervuar për të. Ajo që ka vinte në sy ishte tavolina mbushur me shumë gjëra, pemë, perime, mbëlsira, ven, çaj e lëngje të ndryshme. Të gjitha këto ishin si shërbim për këngëtarën. Edhe kompania e diskotekës tashmë po kujdeseshin që gjithçka të jetë në vendin e duhur. Ndërsa pronari i diskotekës e mbajti fjalën. Po, gëzohem që ajo që e kam thënë pikërisht në Klan Kosova për emisionin Privé, se së shpejti jemi në negociata dhe shpresojmë se Rita Ora do të performojë në Rinora 4. Kjo ka qenë edhe shumë interesant për neve, edhe shumë e rëndësi. Prandaj duke ju falenderuar edhe bashkëpunëtorëve, arritëm që Rita Ora të jetësonte në Rinora 4. Pikërisht në prapaskenë ne takuam një vajzë, bionde me floka qurele dhe buskuq. Ajo po fliste në telefon me Jay-Zin. Hello? Jay-Z? Hello? Yes. What? I don't know. Oh my god, I don't understand this. Whatever. Have a nice night. Bye. Ku marrë një performancat e Zvicrës, tash tepër kanë marrë shumë. Çfarë rite, si jeni ai mirë, jetë mira jam. Jetmirës ju kishte ndaluar nga kompania e diskotekës të rrinte në mesin e publikut deri në shfaqjen e Rita Orës në skenë, pasi që shumica prej tyre mendonin se ishte vetë këngëtarja. Kishin mbetur pak minuta. Sigurimi i diskotekës kishte zënë vendin, sikur po jepte shejen e parë për arritjen e këngëtarës. Së bashku me menaxhmentin e saj, në shoqëri të motrës arriti këngëtarja Rita Ora. Në anën tjetër, salla ishte stërmbushur. Kishte filluar të bëhej shumë vap.
Pak para se të shndrojë pritja e Ritës në një ndjenjë padurimi, publiku i uron mirëseardhjen. Salla nxehet, dritat ndryshojnë, të rinjt i ngjiten para skenës, fishkëllimat ushtojnë rreth e qark. Paraqitja këngëtarës Rita Ora ngjall dhe shumë fishon ambientin e sallës. Kënga tashmë hit, Hot Right Now, nuk këndoi vetëm nga Rita, bashkë me të edhe publiku, që shoqëronin këngën dhe vallëzimin e zjarrt të këngëtarës. Aty në mesin e publikut nuk mungonte edhe flamuri kombëtar. E për ta ndezur edhe më shumë atmosferën, Rita përgjatë këngës përshëndet shqiptarët. Me të përfunduar këngën e parë, duartrokitjet, klithjet nuk ishin të ndalur. E si çdin shqiptarët ta kallin atmosferën, një gjë e tillë bëri këngëtaren Rita Ora të shpërthejë në lot. Rita nuk u ndal, vazhdoi të këndoj këngën e radhës, R.I.P., një këngë e cila është aktualisht në vendin e parë në top 10-ën britanike. Kështu erdhi fundi, Rita duke përshëndetur publikun nga skena.
About to kill it. Ne u ndam nga Rita Ora. Tashmë krapaskena po lirohen nga njerëzit. Rita Ora po dilte nga dhoma për të vazhduar më tutje. Me të zbritur shkallëve, Rita sigur të dëgjoi muzikën shqipe. Ajo tregoi se di edhe të kërcejë në mënyrë kosovarse. Ndërsa ekipa ynë nuk ndaj duke përcjellur këngëtaren. Rita Ora së bashku me menaxhmentin e saj hyn në autobus. Por ata harruan diçka. Ishte motra e Ritës e cila ngeli mrapa. E prive nuk do të ishte prive, duke mos ju sjellur edhe këto detaje. Ky udhtim u mundësua nga Meridian Corporation.